Përshëndetje fitore, ashtu si që thatë edhe ju, ka një numër më të madh të qytetarëve në orët e pasdites që kanë filluar të votojnë fakt dhe kjo përbën një farë, nëse mund të themi, një farë gjest shumë të mirë. Mbase edhe këtë e konfirmon KQZ-ja që në qytetin e Mitrovicës ka një dalje bagit madhe dikun rreth 23%, apo mbi 23.000 persona kanë dalë deri më tani në këtë proces zgjedhor në qytetin e Mitrovicës nga 84.000 qytetarë me të drejtë vote sa kanë në këtë qytet. Aktualisht situata është e qetë, gjithçka është duke shkuar mirë, nuk është raportuar për ndonjë incident, përveç se me vizitën e kryeministrit Kurti dhe kryetari të lëvizjes vetëvendose ka pas disa centione derisa po viziton të lagjen e Tavnikut, aty është përballur me disa aktivistë të PDK-s, megjithatë ka kaluar gjithçka mirë pa ndonjë incident. Nëse mund të themi, me rikapitulu gjithë ditën deri në këtë orë që po flasim, situata është e qetë, stabile, gjithçka është duke shkuar mirë, qytetarët tashmë kanë dalë të votojnë dhe numri i tyre siç duket është rritur në orët e pasdites. Fitore? Sepse kam problem pak me faqen e KQZ-s, nuk me di a kemi problemin teknik me internetin, do të sigurohem që është punë interneti apo faqe e KQZ-s që këto orët e pasdites janë nisë edhe të klikohet më shumë për shkak të interesimit më të madh ndoshta edhe qytetarëve, por edhe të mediave. Visar po më thua që ka pasur pak eksese të vogla, janë komunikuar nga institucionet përgjithëse apo kanë mbetur raste të mbyllura në kuptimin e partive politike atje? Nuk është se ka ndonjë konfirmim zyrtar, megjithatë gjatë vizitës gjatë shëtitjes fakt në qytetin e Mitrovicës, kryeministri Kurti ka vizituar edhe qytetin e Mitrovicës jugut, ndërkohë që edhe kandidatin e tyre për kryetar të Mitrovicës, ndërkohë derisa ka deshtur të shkojë me një lokal për të pirë kafe, ai lokal është mbyllur nga pronari për shkak të ndaljes së tensioneve ose më mirë themi qetësimit të situatës dhe ka mbyllur lokalin. Gjithçka domethënë ka përfunduar pa ndonjë incident dhe ka kaluar gjithçka në rregull. Deri më tani nuk është se është raportuar diçka tjetër përveç këtij, nëse mund të themi, tensionit vogël ndërmjet simpatizantëve të dy partive të cilat garojnë në këtë qytet dhe kandidatëve të tyre. Tjetër shka, domethënë deri këto momente që po flasim është duke shkuar mirë, numri i qytetarëve veç ta shkon e rritet, besoj që deri ora 19 kur mbyllen edhe zyrtarisht dyert e qendrave të votimit, numri do të rritet, ndërkohë që edhe një herë KQZ, sipas dhënave të përditësuara në faqen e tyre dikon rreth 23.000 qytetarë deri në orën e 15 kanë ushtruar drejtën e tyre për të votuar, për të preferuarin e tyre politik. Në faqen e KQZ-s që arritëm me rregullu që deri më tani pra kanë votuar 23.000 qytetarë prej 84.000, për ta komentuar atë që na thatë Visar, shumë mirë që ka përfunduar pa probleme të tjera atje. E dim që po zhvillohet një ngarë në mes të PDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje, Faton Peci është kandidati lëvizjes vetëvendosje dhe Arian Tahiri është nga PDK-ja. Po në përgjithësi, bazuar në atë që ju keni dalur në për qytetin e Mitrovicës, ka një atmosferë të mirë të qytetarëve, mendoni që mund të arrihet përqindja e 12 tetorit në përqindje të daljes, sepse po mundohem që ta gjej përqindjen e 12 tetorit në ora 15. E ka mendë në linjë Visarin apo po flasë kështu? Nuk e di saktë se nuk e mboj mend do të përqindjen e 12 tetorit në qytetin e domethënë në komunën e Mitrovicës së Veriut, por nga ajo që shihet mund të themi që ka një numër jashtëzakonisht madh të qytetarëve që tashmë nga mbas orës 15 kanë filluar të dalin dhe votojnë, mbase edhe në këtë qendrat më të mëdha të votimit, në shkollën Migjeni, këtu në qytetin e Mitrovicës që i ka mbi 12 qytetarë me të drejtë vote, kanë votuar dikun mbi 2800 persona apo dikun 200 persona më shumë se në zgjedhjet e 12 tetorit. Mbase edhe kjo e tregon që interesimi në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunën e qytetin e Mitrovicës duket se është më i madh tek qytetarët Mitrovicës. Visar, faleminderit.